Disa shenja të zodiakut janë në një periudhë veçanërisht të favorshme për financat e tyre këto ditë. Periudha që vijon favorizon hapët e llogaritur, ata që ndërtojnë siguri dhe perspektivë pas vendimit fillestar. Në financa është rëndësishme të mos komprometoni stabilitetin tuaj afatgjatë, por në të njëjtën kohë nuk mund të qëndroni në vend dhe të prisni që bolloku financiar të vijë vetvetiju. Qoftë përmes lëvizjeve praktike apo përmes besimit në vetvete, kjo energji ju bën thirrje të merrni një rrezik të llogaritur duke e bërë se është e vetmja rrugë drejt suksesit që kërkoni. Shigjetari, ky është momenti juaj i mundësisë. Duke punuar tashmë me këtë energji që nga dhjetori i vitit 2025, hëna e re nuk duket kërcënuese, por vepron si hapi tjetër, plotësisht logjik drejt pavarësisë suaj financiare. Hëna e re në Pricjap sill fat dhe rritje të vrullit. Çfarëdo që keni planifikuar ose përgatitur në heshtjen e sfond, është koha ta vini në praktik. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht shpërblimi menjëhershëm. Ajo që është e rëndësishme është fillimi, një projekt i ri, një investim ose një vendim që përcakton tonin për rrugën tuaj financiare për vitin e ardhshëm. Pricjapi, edhe pse konsideroheni shenja më e favorizuar nga rrugët tradicionale drejt suksesit, kjo nuk do të thotë se nuk ka alternativa. Që nga fillimi i këtij viti keni marrë energji intensive në shenjën tuaj, duke synuar të sqaroni atë që dëshironi vërtet dhe të kërkoni fuqinë tuaj, të besosh në veten tënde dhe të jesh i gatshëm të marrësh rrezik që është thelbësore, ashtu siç kërkon Venusi në Ujor. Venusi shoqërohet me pasuri dhe bollëk. Nëse doni të arrini suksesin që parashikoni, jeni të thirrur të ndiheni rahat me rrezikun. Ujori, kushtoni vëmendje shenjave që po ju dërgon universi. Saturni ka lëvizur nëpër sektorin tuaj financiar që nga viti 2023, por tani është në javët e tij të fundit në këtë shenjë. Kjo do të thotë që puna juaj e palodhur më në fund po fillon të jap fryte. Është e rëndësishme të qëndroni të hapur dhe vigjilent në mënyrë që të mund të dalloni mundësinë në momentin që ajo paraqitet. Jeni më të hapur ndaj shenjave dhe më të gatshëm të besoni në kohën astrale. Saturni sjell shpërblime financiare, për sa kohë që i lejoni vetes të ndiqni udhëzimet që merrni, pa u kapur pas planeve të ngurta. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.